rinë dhe pse një pjesë e tyre kanë qenë ditët e fundit në target të kryeministrit të Rama, dhe flas për një kategori të rinjve, ata që njihen si bloger apo influencer. Xhesti Shehu, mirë se vjen, bashkohet me mua sot në studio, dhe Martinjo Myrtullari, mirë se vjen, kënaqësi që jeni me mua. Për te partive politike, këtu ka të drejtë zoti Berisha apo jo? Ka shumë të drejtë dhe në prezantim doja të bëja vetëm një korrigjim. Ne jemi këtu si qytetarë, të paktën unë personalisht, dhe nëse kemi influencuar me iniciativën tonë, janë vetë qytetarët që kanë zgjedhur të vinë, nuk vinë as për pjesën e partive politike, janë komplet të zhveshur nga funksionet e tyre të punës apo çfarëdo lloj gjëje tjetër që mund të përfaqësojnë përveç qytetarisë. Ju s'keni marrë pjesë asnjëherë në forume, le themi, rinore të partive politike? Patjetër që bindjet tona janë, kupton? Kemi shkuar, kemi votuar, por pjesa e protestës shkon përtej bindjeve tona. Unë mendoj që a ka një arsye në Shqipëri për të mos protestuar. Domethënë, unë me këtë jap kuptimin gjithë protestës që po zhvillohet, dhe madje kur diskutohet shpesh kjo pjesa e protestës, them vetëm diçka. Sikur politikanët shqiptarë i bëjnë vetëm një pyetje vetes. Pse? Pse po protestojnë këto 50, 100, 200, 10.000, 20.000 njerëz? Pse? Besoj që ato do të kuptonin shumë. Ti pse po proteston? Personalisht dola në protest për Zvërnecin dhe rrugës kuptova që ka shumë problematika. Që në ditën e parë ju bashkove apo kur e pe që po merrte? Jo, unë jam bashkuar që në ditën e parë të protestës, sot që mos gaboj dita e 13 e protestës, dhe do të jem dhe sot patjetër. Personalisht unë protestoj për të ndryshuar këtë kulturën politike. Mendoj që është momenti që të rinjtë të dëgjohen dhe të pyeten nga politika dhe jo thjesht të pyeten në një fushat zgjedhore para se të drejtohen tek kutia e votimit. E kuptoj, por Rama ju ka patur shumë në fokus këto ditë, domethënë të rinjtë, influencerat që dalin të marrin followersa. Me të drejtë duhet na ketë në fokus, por ky është një çfokusim fakt nga realiteti që po ndodh aty në shesh dhe nga mesazhi që ai në fakt duhet të marrë, dhe është e çuditshme se si mediat ndërkombëtare mesazhet tona në shqip i kanë kuptuar plotësisht, saktësisht dhe kanë pasur një reagim dinjitos si gazetar, si media, edhe gazetarët e pavarur, dhe kanë ndodhur komplet e kundërta në vendin tonë, se nga politikanët në fund të ditës po të kishin pritur më shumë nuk do ishin protestë sot, por kjo i shkon edhe mediave tona, mesazhet tona janë shumë të qarta. Madje janë dhe shumë kreative, dhe ka qenë një ndër përfaqësimet më dinjitoze mendoj që kemi pas ne si shoqëri, si brenda dhe jashtë vendit, dhe është dhe një mesazh i fundit për kryeministrin ton, që duhet i shkojë dhe më me kujdes këtë kategori të shoqërisë, të popullit që nga një apati kaloi në këtë revolt që urojmë të përfundojë me suksese dhe po me dinjitet. Kërkesën kryesore, sepse aty patjetër që qytetarët kanë dalë dhe kanë shumë shqetësime. Personalisht kam qenë pjesë e protestave në 4 qershor të 2020-s, protestonin për drejtën e vajzave dhe grave, dhe në 4 qershor të 2026, 6 vite më vonë, vi me një listë me 10 kërkesa të tjera, por kryesorja dhe ajo që i bashkon të gjithë, pavarësisht çdo lloj karakteristike që mund të kenë ata si individ, apo çfarë përfaqësojnë tjetër, është dorëheqja e kryeministrit, dorëheqja e qeverisë. Edhe ata që ndrojnë në krye. Nuk ka asnjë opozitar që përfaqëson apo ka organizuar protestën, janë vetë qytetarët. Nga ajo ngjarje e tmerrshme, mund të themi, që ka qenë në Zvërnecit, sepse për ne ishte tronditse që një qytetar shqiptar të tërhiqet zvar në prezencë të policisë së shtetit, ditën tjetër ne kemi dalë të tmerruar. Dhe nuk ka pas asnjë agent tjetër përveç se një ngritje qytetare për kërkesë për siguri, kërkesë për një përfaqësim dinjitos, dhe patjetër pastaj protesta mori një drejtim që ishte i pashmangshëm. Kur kryeministri bën më pas share memet tuaja, sloganet tuaja, pankartat nga fushata, do të thotë që ju merr seriozisht apo jo? Se me thënë të publikuara prej tij duken ironi, duken tallje, imitimet e influencerave. Ai e njeh shumë mirë këtë fushë, se nuk e lën fushat pa marrë influencera, pa përdor rrjetet sociale, dhe ka zbuluar këtë fushë shumë para gjeneratës Z, le të themi, që po proteston. Është e qëllimshme, është gjithçka e qëllimshme për të hequr vëmendjen nga protesta e për ta çuar tek këto memet, le të themi, që kanë qenë tepër kreative, dhe unë vlerësoj kreativitetin e çdo të riu dhe çdo pjesëmarrësi në protestë që ka ardhur me një pankartë, sepse në thelb ka revoltën që të rinj qytetarët po shprehin ndaj këtij sistemi. Sepse unë nuk mendoj që kjo revoltë është vetëm e një apo dy politikanë.
Unë mendoj që gjithë kjo revolt është me gjendjen politike në tërësi që kemi në Shqipëri. Dëgjohemi vetëm në votime dhe 4 vitet e tjera jemi bosh. E kuptoj. Duan ta marrin nëpër mitingje, le të themi, vinë, mbaron mitingu, harrohemi. Dhe mendoj që kjo revolta këtë ka në gjenesë të saj, që të rinj të dëgjohet dhe të ketë një sistem të ri që nuk favorizon më politikanët dhe qeveritarët, por favorizon qytetarët e thjeshtë. Nuk kam diçka për të shtuar. Në fakt, kjo pyetja në shesh, në realitet është ndryshe dhe qytetarët duhet ta dëgjojnë këtë nga ne. Pyetja është, a e marrim më ne seriozisht kryeministrin ton në momentin që politikën e përgjithësi do thoja unë. Meqense pyetja u drejtua për kryeministrin se politikën dukshëm e kemi dhënë përgjigjen tonë në të gjitha format, por a e marrim ne më seriozisht sepse është një brez që bën pikërisht pyetjen pse? Pse ka ndodhur këtë gjëra? Nuk është më brezi i prindërve tan që jetojnë atë pasigurinë e të fituarit, të jetesës, e të mbijetuarit. Janë të rinj që kërkojnë standard jetese, që kanë të drejtën e tyre për të jetuar me dinjitet dhe nuk ta pranojnë këtë përgjigje më. Okej. A ka të rinj, meqense ju keni qenë kategorik se ka patur edhe skena që disa kanë tentuar edhe të futen nga ana e politikës, në fakt disa prej politikanëve kryesisht atyre në opozitë janë bashkuar protestës. Dhe kanë qëndruar në fund të protestës aty ku duhet qëndrojnë dhe kanë kuptuar qartësisht nga reagimi po prapë me shumë dinjitet i popullit që është në shesh, që kjo është protesta e popullit dhe drejtojnë ata. Ata mund të vinë si qytetarë, së është e pashmangshme, ne jemi në Shqipëri dhe kaq popull jemi. Dhe nuk mund t'i largosh. Dhe të bashkohen si qytetarë. Për sa kohë që janë larg logove, sloganeve dhe thirrjeve politike, për mua janë më se të mirëpritur, nuk ka rëndësi bindja politike, se siç e thash, në fund të ditës të gjithë kemi një bindje. E rëndësishme është që të jenë të bashkuar aty në shesh për një kauzë së përbashkët. Dhe pyetja do vazhdonte, a ka të rinj pjesë e politikës tashmë që mund t'ju përfaqësojnë, pra e gjeni veten të përfaqësuar në ndonjë prej atyre që na përfaqësojnë sot në parlament, do me thënë, ka të rinj në politikë, por që shumë thonë ka nisur të flasë me gjuhën e Berishës apo me gjuhën e Ramës. Ka të rinj që mendoni ju përfaqësojnë? Për sa kohë që populli edhe për qytetarët në shesh po flasim, që nga data 31 maj kur kam qenë presidente, ka qenë një grup shumë i vogël aktivistësh që ne njihemi me njëri tjetrin, se aktivizmi është një vokacion cilin ti e ke ndjesi drejt padrejtësive dhe del edhe përtej asaj që të prek ty në mënyrë të drejt për drejt, së pari dhe së dyti, për sa kohë që janë brohuritur në mënyrë jo të pranuar në momente që kanë dashur të marrin këtë protagonizmin edhe të flasin në emër të qytetarëve, tregon që ne nuk ndihemi të përfaqësuar me këta të rinj që janë politik. Pse? Sepse nuk mjafton për ne vetëm përfaqësimi në shifra i grave dhe vajzave, nuk përfaqëson vetëm një mosh e caktuar që ka të rinj në politik, po është mendësia e tyre. Është komunikimi ndryshe. Është qasja që kanë. Asnjë i ri i kësaj opozite nuk ka qenë në datën 31 maj në Zvërnec, dhe asnjë i ri i kësaj opozite në ditën pasardhëse, sepse Partia Demokratike, meqense kishin dhe kryeministrin, kishin këshillin më të rëndësishëm atë ditë, dhe asnjëri nuk la këshillin për të shkuar atje dhe për të thënë, kemi një qytetar që po zvarritet, çfarë po ndodh këtu? Për mendimin tim, thjesht për ta thënë, unë jam kështu flas pa doreza dhe unë mendoj që thjesht janë lodra të politikanëve të vjetër në parlament, asgjë më shumë. Vetëm për një post, vetëm për atë detyrë, për të plotësuar dhe për të përforcuar narrativën që mbajnë politikanët. Do një nga vitet që ju keni hedhur, jeni munduar të hidhni këto ditë në rrjetet tuaja sociale. Nga protesta, është bllokuar? Unë prandaj bëra dhe korrigjimin në fillim të intervistës se unë tashmë kam një profil privat. Por çështja është që algoritmi ka rënë, sepse janë hapur shumë faqe cilat mundohen të japin zë atë që media ka censuruar. Janë shumë faqe të tjera që mundohet të japin zërin e qytetarëve nëpërmjet pankartave, nëpërmjet gjithë revoltës së tyre në videot që pranojnë të prononcohen, dhe ka pasur një ndryshim të algoritmit. Ti? Personalisht nuk kam publikuar video gjatë kësaj kohe, vetëm një video është bllokuar, por duke u marrë me vetë Instagramin më pas u hap komplet pa problem.